Përsëri bashkë në studio të nderuar shikues, në pjesën e tretë e emisionit do të flasim për shëndetësi tani, si që anoncova në nisje të emisionit, do të kem në studio mjekun epidemiolog Dr. Ertan Simaku për t'ju përgjigjur shumë pyetjeve të qytetarëve që kanë në këtë periudhë, dhe sidomos ku gjithmonë më tepër është folur për linë e majmunit. A ka vend për alarm, a ka vend për rrezik, gjitha këto do na i thot mjeku bashkë me shumë çështje tjera që do të diskutojmë për gjatë këtyre minutave. Mirë se vjen, doktor Simaku, është kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. E nisa në fakt me njerë me pjesën e lisë majmunit, sepse është lakuar gjatë tyre ditëve, edhe pse personalisht mendoj dhe gjykoj që ndoshta nuk ka vend për rrezik, gjithsesi fjala mbetet tek mjekët, po me aq informacione sa kemi arritur të marrim edhe ne këtu në redaksi, kur është identifikuar edhe rasti i parë që prej gati rreth 1 muaj apo 3 javësh është izoluar. Në çfarë situate jemi? Atëherë, ta fillojmë duke thënë që nuk ka vend fare për panik dhe as për shqetësim. Pra, do të thoj as më të voglin shqetësim për popullatën. Atëherë, para se të kalojmë tek rastin e fjalë, mendoj që t'japë një pasqyrë të sëmundjes, një panoramë të sëmundjes në kontinentin evropian, në përgjithësi dhe në rajonin tonë, në vendet e Ballkanit. Atëherë, siç e dimë që në vitin 2022 Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli linën e majmunit gjendje emergjence. Dhe që në atë kohë, Shqipëria si dhe gjithë vendet e tjera të Europës dhe të botës, mori masat e duhura, duke trajnuar të gjithë personelin shëndetësor në të gjithë vendin, në lidhje me shenjat, simptomat, mënyrën e përhapjes, mënyrën masat e kontrollit dhe të parandalimit, diagnostikimin, marrjen e mostrave e tjera. Dhe aktualisht, rastet që nga viti 2022 në disa shtetet të Europës janë me mira. Për shumë për Spanjë janë rreth 9.000 raste. Në Francë janë rreth 3.000 raste. Në Gjermani po ashtu. Në Hollandë dhe në shtetet tjera të Europës. Në shtetet tjera janë me qindra raste për të ardhur tek rajoni Ballkanit, që rastet më të shumta i ka Serbia. Sa raste ka 40 raste. Flasim që nga raste kumulative, që nga viti 2022. Pra që kur u shfaq, gjithsej raste. Mali ka 2, Kosova ka 1 rast, që prej para 1 viti në mos gaboj. Pra është një situatë që nuk ka vend fare për panik për qytetarët. Atëherë, lija e majmunit pra është një sëmundje që ka transmetim me kontakt të ngushtë. Përpara se të shkojmë këtu, sepse kam shumë pyetje për këtë pjesë, por dua që ndrojmë pak tek pacienti, apo më mirë themi kur ishte pacient dhe mbriti në spital. Rasti nuk është rast autokton, pra me transmetim në Shqipëri. Rasti është rast importuar. Që do të thotë importuar? Do të thotë që ka ardhur i sëmur pra nga Italia. Dhe menjëherë sa po mburiti në Shqipëri, u paraqit në spitalin efektiv, sepse kishte ato shenjat në lëkurë, që ato pushat e famshme të mbusha me fluska. Që mund të ngatrojnë lehtësisht me linë dhënë? Shiko, ka mjekët, personeli shëndetësor mund të dallojë, sepse janë të trajnuar dhe dallon me linë dhënë, sepse kanë disa karakteristika të veçanta. Dhe pacienti në fjalë u paraqit direkt në spitalin infektiv, ku u dyshua për linë e majmunit dhe u morën mostra, u testuan në Institutin e Shëndetit Publik brenda ditës dhe rasti kishte shenja të lehta klinike. Pra nuk ishte e nevojshme për shtrim spitalor, sepse gjendja që në fillim nuk është se pati hospitalizim. Jo, nuk pati hospitalizim. Erdhi u paraqit, u krye vizita, u mor mostra, u testua, rezultoi pozitiv. Mori mjekimin e duhur, mirë po gjendja ishte e lehtë, sepse sëmundja në shumicën e rasteve është në gjendje të lehtë, që nuk ka nevojë për shtrim. Dakor, por doktor, sa kontakte mund të kishte patur personi në fjalë? Kështu që a janë hetuar ata? Është hetuar absolutisht nga Instituti i Shëndetit Publik dhe rasti është u izolua në shtëpinë e vet, që mos kishte kontakte me personat të tjerë.
derisa të kalojë periudha e infektueshmërisë, që zgjat nga 2 deri në 4 javë. E qartë. Për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të rasteve në komunitet. Aktualisht që flasim, a është negativizuar? Po, është në prag të negativizimit, sepse si sa periudha e zgjat 2 deri në 4 javë. Jemi akoma në limit. Varet nga momenti, sepse puçrat kalojnë në disa faza. Janë në fillim të sheshta, janë si njolla, pastaj janë më të ngritura, pastaj bëjnë bulza me një lëng të errët, pastaj zënë një kore ose krust, dhe në momentin që krusta bie dhe fillon del lëkura e re në vendin ku ishte puçra, atëherë themi që ka mbaruar periudha e infektueshmërisë dhe rasti mund të mbarojë periudhën e izolimit dhe të vazhdojë jetën normale në komunitet, pa që një rrezikshëm për t'ia transmetuar të tjerë. Dhe që nga ai rastet deri tani, qoftë për persona që janë këtu, por edhe ata që vinë nga jashtë, nuk është se ka patur ndonjë shqetësim apo ndonjë pacient që ka ardhur dhe ka shfaqur të njëjtat shenja? Jo, sepse siç thash në fillim të emisionit, personeli shëndetësor është i trajnuar dhe për të bërë diagnozën diferenciale. Dhe nëse paraqitet, pra, jo vetëm qendrat shëndetësore, pra në shërbimin parësor, po gjithashtu dhe tek mjekët dermatolog, sepse me qenë se janë shenjë në lëkurë, mund të mos paraqitet direkt tek infeksionisti, po mund të paraqitet tek mjeku dermatolog, po që më kanë dalë disa puçra, ose tek mjeku alergolog. Prandaj dhe me marrjen e njoftimit kryhet direkt hetimi, ndjekja kontakteve, gjurmimi i kontakteve. Pra, është një sëmundje që nuk ka vend për panik, sepse nuk ka gjasa që të ketë transmetim dhe të ketë përhapje të madhe në komunitet. Sepse është lehtësisht e parandalueshme në mënyrë të menjëhershme. Dhe parandalohet përhapja në komunitet. Por, doktor, flasim edhe për raste që jo gjithmonë janë të përgjegjshëm për t'ju drejtuar mjekut. Ndaj unë pyes, kur ka vend për një shqetësim real të klinikave të kësaj sëmundje? Çfarë manifeston, çfarë simptomash ka, por rastet e rënda si mund t'jenë? Me çfarë simptomash? Sepse mund të ketë njerëz që nuk i drejtohen me njërë mjekut me iden do të kaloj. Ka shumë të tilla apo jo? Pyetja është shumë e drejtë. Atëherë, si fillon? Ka një periudhë inkubacioni që zgjat nga 6 deri në 13 ditë. Shumë rrallë mund të shkojë deri në 21 ditë. Dhe periudhën e fillimit të shenjave, kjo periudhë zgjat 1 deri në 4 ditë. Shenjat janë në fillim të përgjithshme që mund të ngatrohen dhe me sëmundje të tjera që nuk e nuk kuptohet lehtësisht përveç një anamneze të hollësishme. Pra fillon me një temperaturë, me një ndjenjë plogështie, dopsie, ka qilës që i themi gjendje rufe, pra janë shenjat... Temperatura është agresive apo e menaxhueshme? Jo, temperatura e menaxhueshme. Pra janë shenjat përgjithshme. Pastaj aty fillon elementet kutanë, pra ky rashi kutan ose ekzantema kutane, dhe aty fillon dyshimi, pra i mjekëve qoftë pediatër, qoftë infeksionistë, mjekët e familjes, mjekët dermatolog, mjekët alergolog, sepse fillojnë shfaqen puçrat, që puçrat janë karakteristike, shfaqen në fytyrë, në duar, në këmbë, mund të shfaqen edhe në trup, dhe këto puçra kanë karakteristikë që janë të ngjashme në fillim me varicelen, por kanë dhe me linje dhëndve, por kanë edhe karakteristika dalluese, sepse lija dhëndve prek edhe kokën, pra lëkurën e mbuluar nga flokët. Ndërsa kjo përhapet më tepër në fytyrë, në duar mund të ketë edhe në pëllëmbën e duarve dhe në këmbë. Por përjashtohet koka? Dhe në këmbë përjashtohet koka dhe ka këtë shpërndarje karakteristike që nuk e gjem tek lija dhëmbëve. Dhe me evoluimin e këtyre puçrave, këto bëhen më të mëdha, bëhen me bulza,
po bulzat dallohen nga bulzat e varicelës, e lisë së dhëmbëve, sepse janë më të mëdhaja, janë më të rralla, edhe kanë dhe një gjyrë më të errët. E kuptoj. Pra nuk janë aq të shpeshta dhe të grumbulluara si A janë të lisë së lehtësisht dhëmbëve. të transmetueshme pra nga njëri individ tek tjetri përmes prekjes apo përmes spërklave? Sëmundja nuk është lehtësisht e transmetueshme. Pra fatmirësisht nuk është lehtësisht e transmetueshme. Transmetohet nëpërmjet kontaktit të ngushtë, lëkurë me lëkurë, marrëdhënieve intime, mund të transmetohet edhe me anë të piklave të bështymës, po nga një kontakt pra ballë për ballë dhe i zgjatur. Pra kontakt ballë për ballë dhe i zgjatur në kohë, në largësinë e spërklave, pra gjatë të folurit, të shliturit e tjerë, por e theksojmë që duhet një kontakt i gjatë dhe nga sendet që ka përdorur i smuri, sidomos nga qarqafët, mbulesat e krevatit, nga këto materialit e shtratit të smurit. Dhe ku qëndrohet më gjatë. Dhe të smurit. Kështu që duhet një kontakt i ngushtë dhe i gjatë. Pra, nuk transmetohet lehtësisht si që transmetohet lija dhëmbëve. Në një, për shumë në një kopësh ose në një shkollë që transmetohet. Pra, këtë do një kontakt të ngushtë dhe shumë të ngushtë. Me eksperiencën tuaj, mendoni që është një situatë që përfundon këtu, pra nuk është se mund të kemi zgjerim të pacientëve, të personave tjerë të infektuar, apo nuk është çudi dhe mund të kemi të tillë, por që nuk ka vend për panik? Shiko, gjasat janë që jo. Ka shumë gjasa që jo. Unë prandaj bëra edhe këtë hyrje për parë në shtetet e tjera të rajonit që në Kosovë një rast, në Maltëzi 2 raste që janë prej... Që nga 2022. Që nga 2022. Pra që nuk ka gjasa, sepse me evidentimin e një rasti bëhet izolimi, evidentohen dhe kontaktet, pra karantinohen, rastet izolohen, kontaktet karantinohen, dhe gjithashtu kryet lajmi mirë që ekziston dhe vaksina për vaksinimin e kontakteve, kështu që është lehtësisht e menaxhueshme dhe parandalueshme. Ekziston vaksina e lisë majmunit? Po, ekziston dhe vaksina. Prej sa kohësh, prej sa vitesh është kjo vaksinë? Që kur shpall emergjencë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Po, e qartë. Pra që nga viti 2022, OBSH shpërndau vaksina në gjithë A njohin aplikim të gjërë tek qytetarët apo nuk është? Jo, këto vaksina janë vetëm janë specifike për kontaktet. Kështu që duke njësë nga të gjitha këto që thamë, nuk ka vend fare absolutisht për panik, sepse sëmundja është lehtësisht e menaxhueshme, lehtësisht e parandalueshme. Nëse mund të flasim për grup mosha, prek më tepër adultët apo edhe fëmijët? I prek të gjitha grup moshat. Kanë të gjithë të njëjtin risk, nëse. Po, i prek të gjitha grup moshat, por rastet tani kanë treguar pra nga eksperienca e vendeve të tjera, rastet që kanë patur më tepër udhëtime në kontinentin e Afrikës, kanë, pra, këto shtete që kanë udhëtime më të dendur, kanë dhe një numër më të madh të rasteve. E kuptoj. Duhet të flasim pak tani, doktor, për pjesën e Covidit, sepse në fakt Covidi merr më tepër vëmendje gjatë stinës së verës. Dhe kjo nuk ndodh. Kështu që pa diskutim, iku koha kur kishte shumë raste, ishte ajo vala, por përsëri nuk është se shpëtojmë nga Covidi. Këtë e kanë thënë mjekët, e keni thënë ju, kështu që aktualisht që flasim, ka persona të infektuar me Covid, po që mund të kalojnë lehtësisht, do shta dhe si një grip? Atëre, para se të përgjigjem, ju e thatë shumë mirë që Covidi nuk është zhdukur dhe kemi thënë që në fillim të pandemisë që Covidi do bashkë qarkulloj. Pavarësisht se pandemia ka mbaruar dhe nuk ka më gjendje emergjence, Covid është kthyer në një virus të zakonshëm tashme që qarkullon në mënyrë të zakonshme siç qarkullon edhe gripi. Dhe prandaj dhe survejanca me rekomandimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë është survejanca integruar. Pra, kryet njëkohësisht dhe për gripin dhe për Covidin, sepse Covidi do bashkë qarkulloj në mënyrë të zakonshme. Dhe gripi, nga dhënat e survejancës,
mbizotron qarkullimi i gripit, mbizotron në stinën e ftohtë, pra në muajt e ftohtë, dhjetor deri në mars. Ka dhe rastet e Covidit, po janë më të pakta. Dhe nga eksperienca viteve të kaluar, Covidi mbizotron gjatë stinës së verës kur nuk qarkullon gripi. Ka ndonjë shpjegim për këtë? Ka shpjegim sepse është një parim i interferencës jashtë quajturit, që kur mbizotron një virus, viruset të tjera qarkullojnë në një nivel shumë të ulët. Pra nuk ka fuqi paralele për dy... Paralel për dy, që të qarkullojnë në të njëjtin nivel. Dhe prandaj thamë që gripi mbizotron gjatë periudhës stinës së ftohtë, pra dhjetor mars, ndërsa Covidi gjatë stinës së verës. Si është gjendja aktuale? Momentalisht situata epidemiologjike është shumë e qetë. Pra kemi ne epidemi të ndonjë lloji tani? Jo, absolutisht. Gripi e arrin pikun në Shqipëri, nga modeli shumë vjeçar i qarkullimit të gripit në Shqipëri, gripi e arrin në pikun e vet në fund të qarkullimit, në fund të muajit janar dhe fillim të muajit shkurt, që është kaluar. Ndërsa Covidi e ka patur stinën e verës. Po jo në formën e valve siç kemi qenë në fillim, po me një numër rastesh të zakonshme. Si paraqitet gjendja aktuale? Gjendja aktuale është momentalisht është e qetë, pra nuk kemi, ka një numër javor të infekcione respiratore të sipërme dhe të poshtme rreth 10.000, që është një numër i zakonshëm për stinën e verës, që jashtë sezonit, sepse kemi dalë nga... 10.000 për çfarë periudhe? 10.000 në javë. 10.000 në javë, infekcione respiratore të sipërme dhe të poshtme. Nuk duken pak, apo jo? Nuk janë pak. Jo, është një numër i zakonshëm për jashtë, për stinën e verës, pra jashtë stinës së dimrit. Dhe ky numër gjatë muajit korrik dhe gusht ulet në rreth 8.000 raste. Qartë, e kuptoj. Dhe momentalisht nuk kemi raste të konfirmuara me grip dhe raste të konfirmuara me Covid. Nuk përjashtohet që... Tani një pyetje tjetër, si ta dallojmë, sepse është lehtësisht i ngatrueshëm me gripin Covidi, si ta dallojmë aktualisht që kemi Covid nëse nuk i nënshtrohemi testit? Shumë pyetje me interes për publikun. Atëherë, gripi ka një shenja kryesore dalluese është temperatura. Gripi ka një temperaturë të lartë, agresive, për temperaturë 38 dhe mbi 38 dhe të qëndrueshme. Ndërsa Covidi, pra ka dhe shenja të tjera, shenja të theksuara, skuqje lotëm sysh, rrjedhje hundësh, koll, dhimbje fyti, dhimbje muskulare të fortë dhe një ndjenjë dopsie të theksuar, të shtim, koll, e tjerë, ndërsa Covidi ka një temperaturë relativisht të lehtë, mund të jetë temperaturë subfebrile, mund të jetë dhe 37 e gjys, pra temperatura shenja kryesore dalluese, mund të ketë një dhimbje të lehtë ose një ngacmim në fyt. Kjo është për popullatën në përgjithësi, ndërsa për personat të cilët bëjnë pjesë e grupet me risk, mund të kalojnë pak më rënd, por përsëri dallohen shenjat klinike dhe shumë e butë krahasuar me gripin. Dhe si që është, momentalisht kemi një situatë të qetë epidemiologjike, pra nuk kemi rastet konfirmuara me grip, momentalisht nuk kemi as rastet konfirmuara me Covid, mirë po duke u futur në stinën e verës, duke marë parasysh edhe rritjen e fluksit të qarkullimit të njerëzve të udhëtarëve. Çfarë riskojmë tani? Çfarë virozash riskojmë që janë të ngjashme vit pas viti? Tani me këto muajt, korriku, gushti që përveç se sjell dhe turistët, po nga ana tjetër janë plazhet, uji, pishëm, frekuentimi shumë. Atëherë, siç thamë, pritet që të kemi raste në javët të vijim me Covid, po këto raste do jenë raste të zakonshme, raste pra as pak shqetësuese, për shkak të sepse parashikohet shtim i fluksit të udhëtarëve dhe lëvizje qoftë të udhëtarëve, po dhe lëvizjet brenda vendit. Kështu që do ketë një numër të zakonshëm të parëndësishëm, do thoya, të rasteve me Covid, që janë dhe raste të lehta, por ajo që ndodh në stinën e verës është kalojmë nga mbizotrimi i infeksioneve respiratore në stinën e dimrit
në mbizotrimin e infeksioneve gastrointestinale. Pra, kemi qarkullim të enteroviruseve, si që janë më të zakonshmet janë noroviruset, pra që këto vinë nga higjiena jo e mirë, nga ushqimet e pa trajtuara mirë dhe të pa përpunuara dhe të pa lara si që duhet, dhe mund të transmetohet dhe nga uji i pishëm i cili mund të jetë i ndotur. Pra, dhe më të prekshëm janë fëmijët e vegjël se sa popullata e rritur. Pra, eksperienca e viteve të kaluara ka treguar që nga infeksionet gastrointestinale prekin më tepër fëmijët sepse lidhet dhe me higjiene, që fëmijët e vegjël, siç dihet, me anë të duarve, sëmundje që transmetohet nga duart e palara, duke hapur gjëra, duke futur gojë, duke mos i larë duart e tjerë. Por duke mbetur edhe pak tek pjesa e Covidit apo e gripit, që më tepër është Covid, por me fuqi më të ullët, shumë më të ullët. A ka rëndësi që ti nështrojmë testeve për të kuptuar nëse kemi Covid, apo kjo varet më tepër për ta vlerësuar mjeku nga shenjat klinike? Rëndësi ka gjithmonë, sepse surjansat në Shqipëri funksionojnë gjatë gjithë vitit, në mënyrë të pandërprer. Pra, çdo person i cili, dhe kjo është dhe një këshill për popullatën, çdo person i cili ka dhe një temperaturë, qoftë edhe 37 gradë Celsius, duhet paraqitet në qendrën shëndetësore për të testuar, sepse ekzistojnë edhe testet e shpejta, po ekziston dhe testimi rapid testet. Rapid testet, ekziston dhe testimi molekular. Dhe ajo që është rëndësishme, shumë drejt e theksuat ju, mos të paraqiten direkt në farmaci dhe të marrin një medikament dhe duke shpresuar që do bëhen mirë. Por të marrin kontakt direkt me mjekun e familjes, i cili vlerëson gjendjen, kryet rekomandon dhe testimin, jep edhe trajtimin e duhur. Doktor, që pyes pak sepse është një diskutim i gjerë dhe sigurisht nuk është se mund t'i nxjerrim fundin apo t'japim një përgjigje sepse studimet vazhdojnë, gjithmonë mjekësia ka përditësime, asnjëherë nuk përfundohet. Sa na ka shërbyer vaksina që jemi për gjithë personat që janë vaksinuar nga Covid? Sepse ka një diskutim të gjerë që edhe mund të ketë dëmtuar në element të ndryshëm. Dikush ankohet për mungesë të kujtesës, të memorjes, dikush për problemet tjera, nuk e di. Si i shikoni dhe si i gjykoni dhe vlerësoni këto shqetësime? Bët shumë që e ngritet këtë pyetje, sepse këtë gjë e shprehin dhe shumë qytetarë, pra të njëjtin interes kanë dhe shumë qytetarë për ta dëgjuar. Atëherë, vaksinimi ka qenë një proces shumë i dobishëm dhe shumë i nevojshëm, dhe erdhi në kohën e duhur. Atëherë, mos harrojmë që janë vaksinuar me miliarda njerëz dhe kanë bërë, pra, nga 2, 3, dhe një pjesë mund të kenë bërë dhe më tepër se 3 doza. Gjithsesi mund që të 2 dozat që janë bërë minimalisht. Dhe po të krahasojmë numrin e individëve, pra numrin e popullatës që është vaksinuar, të cilët janë me miliarda, me numrin e këtyre efekteve që të ashtu quajtura efekte arsore të vaksinës, po nuk janë vërtetuar që janë nga vaksina. Pse nuk janë vërtetuar? Sepse shkenca në stadin aktual, pra është shumë e vështirë që të vërtetosh, sepse Covidin e kanë kaluar pothuajse të gjithë, dhe është shumë e vështirë që të vërtetohet. E ke nga sëmundja, apo e ke nga vaksina? Absolutisht. Dhe kjo është një dilemë të cilët komuniteti shkencor, jo, në përgjithësi është përgjigjur, që është sëmundja e cila ka shkaktuar këto efekte arsore, që janë të ndryshme, duke filluar nga të lehta edhe në të rënda. Bile në disa shtete dhe personat të cilët kanë patur këto shenja janë trajtuar dhe gjykatave e tjere, dhe
Absolutisht që nuk është vërtetuar që janë nga qartë. që Po janë për nga ata vaksinat. që nuk u vaksinuan fare, a mbeten ata më të fituarit sepse në kuptimin e fatit që nuk u prekën rënd nga Covid-i dhe nuk u bë kërcënues për jetën, apo mund të jenë gjithmonë një rrezik? Atëre, shiko, studimet kanë treguar që dhe personat të cilët nuk janë vaksinuar, po e kanë kaluar sepse po thuaj se nuk mbeti njeri pa e kaluar, qoftë në formë nga më të lehtë dhe në forma të rënda. Dhe studimet kanë treguar që niveli i komplikacioneve të shfaqura është i njëjtë, si tek personat që janë vaksinuar dhe tek personat që nuk janë vaksinuar. Dhe përgjigja e pyetjes është Covid-i, sëmundja që ka shkaktuar. Sepse, pse e them këtë? Nuk e them unë, e thot gjithë komuniteti shkencor. Atëre, sepse gjithë populata ishte vulnerabël, pra e prekshme. Pra asë një person në globë nuk ishte imunitet ndaj sëmundjes, sepse ishte virus i ri që nuk ishte qarkulluar më parë. Dhe nuk ishte... Pra, asnjë person nuk ishte improtur që të kishte krijuar imunitet, siç kemi nga gripi i zakonshëm stinor dhe nga viruset të tjerë. Prandaj, duke gjetur këtë terren të virgjër në thonjza që popullata ishte vulnerabël, ka dhënë dhe këto komplikacionet. Kështu që është teori e gabuar pra që përhapet në mediat, në internet, mediat sociale, e tjere, dhe në emisionet televizive që vaksinat kanë shkaktuar. Absolutisht, vaksinat kanë mbrojtur dhe kanë shpëtuar jetë. Pa tjetër. Sa në ndryshoj në pandemia? Flasë këtu për të gjithë mjekët, vendosin theksin tek së pari të ruash veten, higjienën personale, kujdesin ndaj higjienës, se aty fillonte dhe e gjitha apo jo. Por sa më të mirë na ka bërë ne, kjo pjesa e kalimit të pandemisë, për nga ana e kujdesit, apo e kundërta, a ka një papërgjithshmëri që vijon tek njerëzit, nuk arrin të qoftë edhe kur je me shenja klinike se mund të kesh Covid, apo edhe grip të vetë izolosh apo të mbash të ruash distancën me personin tjetër. Atëherë, shumë e rëndësishme pyetja juaj. Janë këto tre masat e thjeshta të famshme që tashmë i dinë të gjithë. Pra, mbajtja e maskës në ambiente me grumbullime. Që ne maskë nuk kemi parë më. Distanca dhe evitiv dhe shmangja e grumbullime. Këto masa janë masa universale, pra jo vetëm për Covidin, po dhe për gripin dhe për të gjithë viruset e tjerë respiratorë. Sepse përveç gripit dhe Covidin, qarkullojnë dhe viruset të tjerë të zakonshëm sinor në një nivel më të ullët. Dhe këto masa janë masa universale, pra nuk është se mbaroj pandemia, Covid-i qarkullon akoma. Këto masa duen zbatuar, pra zbatoheshin nga personeli shëndetësor dhe në situatë zakonshme gripale, edhe gjatë pandemisë u theksua, u bë imperative, pra e detyrueshme, sepse ishte mënyra e vetme e parandalimit, më pas doli dhe vaksina, por këto masa janë masa universale që duhet i zbatoj secili. Pra, duhet i zbatoj në përditshmëri, nuk ka nevojë më që të thotë mjeku vazhdimisht. Pra, se tashmë njerëzit e kanë atë kulturë shëndetësore nga gjithë informacionit që kanë marrë. Pra, mbajtja e maskës, duke mbrojtur veten, mbron dhe tjetrin. Pra, nëse ke temperaturë, mos shko në punë, mos shko në shkollë, mos i ço fëmijët e vegjël në shkollë, lidhu direkt me mjekun e familjes. Mba maskë, nëse duhet të dalësh patjetër, mba një maskë që kur të kollitesh, kur të shtitesh, zbatosh atë etiketën e kollites e të qirë. Evito grumbullimet. Pra, duke mbajtur maskë, mbron edhe vete, po mbron dhe të tjetë. Pra, kjo është një kulturë që duhet jetë, pra, këto tre masa duhet jenë pjesë e kulturës së përgjithshme të njeriu që nuk ka më nevojë të ta thotë mjeku familjes, të ta dëgjosh nga televizori sepse i ke dëgjuar për 3 vjet rresht çdo ditë. Dhe pra, këto janë masa universale që kanë vend
për të gjitha llojet e viruseve respirator, pavarësisht situatës pandemike, sepse në raste me grip dhe Covid kemi dhe gjatësinë së verës, sa do të rralla. Por duhen mbajtur. Nëse ju kujtohet, për shembull, kemi parë në televizion, në lajme e tjerë, përpara periudhës së pandemisë, në këto vendet aziatike, të cilët ka një grumbullim shumë të madh njerëzish nëpër qytete, nëpër metro. Dhe veçanërisht në metro që dhe ajri është i kufizuar, edhe pastërtia dhe për dëshiruar gjithçka. Dhe personat ishin më të ndërgjegjësuar. Pra, në vendet aziatike ato mbanin maskë. Pra, nëse ishte ndjente një shqetësim, kollitje, të shtitje, personat mbanin maskë. Dhe ne shikonim në lajme, për shembull, në Europë nuk para ndodhte që të mbanin maskë. Dhe sa në vendet aziatike e kishin si kulturë dhe e kanë, së diskutohet, këtë mbajtjen e maskës. Doktor, unë jam këtë 2 pyetjet e fundit. Në bazë të eksperiencës tuaj dhe ajo çka jetuam, por edhe literaturës me cilën konsultoni, sepse ju jeni mjek që lexoni dhe updatojeni vazhdimisht. A mendoni se popullsia mund të nënshtrohet një tjetër pandemie, sepse ndoshta është edhe ideja që Covidi kaloi si pandemi dhe mos papshim më një të tillë. Por nuk e di si janë gjasat edhe në bazë studimesh apo nuk e di, mund të... Shiko, teorikisht është e mundur. Absolutisht. Dhe që në vitin 2006, Organizata Botërore e Shëndetësisë i bëri thirrje të gjithë vendeve që të përgatisin ato planet e kontingjencës, të përballimit planet kombëtare të ashtu quajtura të kontingjencës, që do të përgatitjes për përballjen me një pandemi. Sepse në vitin 2006 parashikohej, pra kishte indicie për një epidemi nga gripi i shpendëve, për cilët popullata është vulnerabël, pra është e prekshme, pra nuk ka imunitet. Dhe parashikohej një shpërthim, një pandemi nga virusi i gripit shpendëve. Mirë po, nuk ndodhi nga gripi shpendëve, ndodhi nga gripi i ri pandemik në vitin 2009. Në vitin 2020 ndodhi nga koronavirusi. Pra, teorikisht është e mundur. Pse është e mundur? Sepse viruset respirator, në dallim nga viruset e tjerë, kanë potencial për pandemi. Pra, për transmetimi ajrorës, transmetimi më i shpejt se sa për smundjet e tjera, dhe pra prekja masive e njerëzve dhe me anë të shtimit të lëvizjeve nga kontinenti në kontinent, pra ka një përhapje më të lehtë për një pandemi të mundshme. Prandaj, teorikisht gjasat ekzistojnë, sepse si thash, të gjithë viruset respirator kanë potencial për të mësuar një mutacion, për të krijuar një virus i ri që ka potencial të pandemik. Dhe pyetja e fundit e kam tek vaksina tani, por e gripit. Rekomandoni që duhet jetë vaksina e gripit në çdo vit, pra sidomos moshat mbi 50 apo 60? 6 muaj e lartë. Po cilët e kanë të domosdoshme? Cilët fasha moshore për ta kryer vaksinën e gripit? Atëherë, e gjithë popullata, por pra, duke filluar që nga fëmijët 6 muaj e lartë, por në veçanti grupet me risk të popullatës. Cilët janë këto persona? Pra, fëmijët e vegjël, pra 6 muaj edhe në moshën 9-12 vjeç, dhe të gjithë personat e moshës pra 65 vjeç e lartë, që janë personat të cilët kanë dhe më tepër sëmundje kronike shoqëruese, siç janë diabet, obezitet, sëmundje të zemrës, sëmundje të veshkave, të mëlçisë, sëmundje imunologjike, me sëmundje tumorale e tjerë. Por gratë shazana gjithashtu është një grup i popullatës të cilët janë të rrezikuara shumë ndaj gripit, por çdo person në popullat i çdo moshe që ka një problem shëndetësor kronik, pra pavarësisht moshës. Pra, këto persona që përbën grupet me risk të popullatës, duhet ta bëjnë detyrimisht. Pse kryhet çdo vit vaksina e gripit dhe pse duhet të kryhet? Sepse
si sa viruset e gripit dhe viruset respiratorë përgjithësi, pësojnë mutacione, çdo vit mutacione të vogla, për të cilat mblidhen këto viruse qarkulluese dhe përndeshën nevojshëm. Futen, pra, këto shtame futen në vaksinë dhe vaksinat janë 4 valente, pra të 4 shtamet qarkulluese që kanë qarkulluar sezonin paraardhës, përfshihen në vaksinën për sezonin pasardhës. Zakonisht fillon në mes të muajit tetor. Po, në vjeshtë. Po, në vjeshtë. Doktor, shumë faleminderit sepse ishit shumë informues, shumë i qartë dhe shumë këshillues për gjithë ata që na ndjekin në këto momente, kështu që unë ju falenderoj përsëri përzemërsisht. Faleminderit juve. Përfundon këtu biseda me mjekun epidemiolog Artan Simaku, ku morët informacion ndëruar shikues për linë e majmunit, për Covidin që qarkullon përsëri, për gripin dhe çfarë duhet të bëjmë tani, dhe sidomos kur është vera e gjitha përpara dhe nga se jemi të kërcënuar për cilën duhet kemi shumë kujdes. Mbritëm në fund të emisionit Kjo javë për këtë çtun, duke uftuar në ritransmetim për të na ndjekur pas orës 23 pra sot, por mund të na ndiqni edhe përmes kanalit ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, aty gjeni edhe emisionin Kjo javë, sikurse në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, si edhe në balkanweb.com, ku gjeni informacionin e minutës së fundit. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, miru takofshim bashkë të shtullën e ardhshme.